nuk e kemi emitu dikon tjetër, por kemi qenë vetvetja. Ajo e ka bërë që ne në skenë të dalim shumë shpejt. Nuk na ka ndeshëm. Dash bindu, dash më subin. S'ka guxu kush komunit i Stogut, se Dugazhini o tjetër gjë që të ka thonë, komunit i Stogut me na morë deri mas lufte. Të mbledhur e të bashkuar ashtu siç e kërkon tradita shqiptare ndër shekuj, kështu janë të njohur dhe vazhdojnë të njihen edhe sot vëllëzrit Çetaj. Këto mbledhje në gëzim e në hidhrim, në paqe, në kohë lufte i kanë përjetuar nga afër Hasan dhe Xhemail Çetaj, të cilët fati deshi që kur mos t'i ndaj. Rapsot të hershëm të muzikës folklorike që nga vitet e 70-ta, ata nisën rrugën e tyre në rrethana të vështira, pa e menduar kurrë se do të arrinin respektin dhe vendin që gëzojnë sot nga ata që çdo herë adhuruan këngën e tyre. Ne do thot fillimin e këndimit e kemi nga vitet 70-ta. Do thot në vitin 1973, 74, kur ishim si student, do thotë në Prishtinë, e kemi fillu me shku dasmave. Kemi nis edhe në shkollën e mesme, kur kemi qenë në Stog, por fillesa, do thotë me të madhe për me shku në për dasma ka qenë në kohën kur ishim si studenta në Prishtinë. Dhe po të krahasojmë atë periudhë me të sodit, po thuaj se kemi dallime komplet ndryshe, për arsye se atëherë kur shkojshim në për odat kanë qenë të mbushura plotësisht me burra, ku për shembull një dasëm i kishte 100 deri 150 krushqe. Dhe të gjithë që si karakteristikë që është sidomos këtë pjesën e Dugazhinit, do thotë të gjithë ishim në një vend, në një odë, ndërsa pjesën tjetër kur shkojshim si student, do thotë ka qenë kur ne kemi shkuar, kryesisht e kemi mbuluar Podujeven, do thot Frizajn, Suhareken, Drenicën, pak edhe Shalën. Dhe nuk kemi marrë pjesë asnjëherë deri në vitet të 10-ta në Dugazhin. E kjo e ka edhe arsyën e vet pse nuk e marrë pjesë në dasma në pjesën e Dugazhinit. E arsyeja kryesore është se familja në atë kohë dëshironte që ne të vazhdojmë fakultetin, të kryjmë shkollat, për arsye se ata mendojshin nëse ne merreshim me muzikë, nuk do të jemi në gjendje që të kryjmë edhe obligimet tona, që të kryjmë edhe fakultetet. Për arsye se Xhemali ka kryer fakultetin e juridik, ndërsa unë kam kryer fakultetin e historisë, do të thotë të dytë në Prishtinë. Dhe ku qëndron dallimi? Atëherë kemi pas plot burra në paroda, ndërsa sot pothuajse janë raste të rralla, për arsye se dasmat po mbahen më ndryshe, ku pjesa dërmuese po mbahet nëpër hotele. E nëpër hotele e dini se si për shembull organizohet edhe dasmat e tilla. Mirë po, e shfrytëzoj rastin që të Zotit shtëpisë këtu të uroj këtë odë aq të bukur dhe aq të mirë që na rikujton edhe një herë atë mallëngjimin për uljen e burrave komb kryq në odat shqiptare. Dy djemë të rinje të cilët me këmbgulljen e prindërve ju drejtuan studimeve duke mos e parë muzikën si një opsion të jetës. Përkundër kësaj, vëllai 2 vite më i ri, Xhemaili, edhe si çoban improvizonte muzikë të thjeshtë. Vullneti i madh përkundër mosdëshirës së prindërve, ne kur shkum në Prishtinë vazhdu muzikën. Dhe kështu që u bëm edhe pjesë e odave shqiptare. Por sa i përket fakultetit nuk kemi pas problem,
për arsye se ne e dishim se për çka na kanë dërguar edhe familja në Prishtinë, që obligimi vetëm për t'ja u plotësuar dëshirën edhe atyne, po edhe tonën që kishim dëshirë që të merrem me muzikën, do thot e kemi kryer fakultetet, do thot me kohë. Nuk kem pas fare problem. Barëm përkundërzi na kanë ndihmuar përse tepër me muzika, për arsye se njerëzit kur shifshin, kënaqeshin, kishin dëshirë që të bisedojnë me ju. Barëm kujtohet atëherë në mes kur shkojshim për ushqim, nuk kish nevojë na që të hyjmë në rresht aty, për shkak se ishte numri i madh i studentëve kur folim për vite 70-80. Do thotë ishte numri i madh. Gjithmonë na i beshin aty, na nuk kish nevojë, pra ka qenë një lloj kënaqësie. Ajo të shtynte që ta kryjm, do thotë edhe fakultetin, por edhe të merrem edhe me muzikën. Përse po tregoj peshmënie. Se unë shumë i vogël kur jam kon, shumë i vogël, Hasani kon 2 vjet është mas meje, në atë kohë na, i mershim do talla, të misrit. E kanë ato në mes një farë lugi, e bëjsha si qiftelia qiftrani, një du të vogël anej, një kënej, e grata asaj kohë, në atë kohë, bërë e men para, vëlla 65 vjetë, ma shumë i ka, ma shumë. I bisha që të ringa të më në më kënu. Edhe që ka u konë interesant në atë kohë, ne imi konë shumë shpije madhe. E kemi pas kual shumë vjetar, shumë qingje, dele, e më qëshin mu që shtu mirujt adin. Nuk em konë bashkjera hatëshën, po më qëshin, e më kish pa një migja. I shala në gjenetash, që ushqeta, a i marakli fort. Të kënu, në fusha. Ko shkojnë në notë burrau, o qumë në njës, hajde tha me kënu, sa shumë nuk di, jo tha me kënu, veke shumë turpa, din veke marë, i vogël. E stufa ishtë si ku që aty, e ishin ato të shkurtumet e drumva, din, ka që kaq, e thej ka po kënën, që ku e kom aty të shkurtumen. Ta shumë për moki, të kënu të kajtë, për zotën po. E ajmë ka shti, se më kish pa një të kënu. Rasti parë. Rasti dytë, shkollë fillore, jemi konë pak e në Saradran, pas ta jemi shku në Trestenik. E një profesor i muzikës në atë kohë, Kelmendi, Sadri Kelmendi. Legji u konë profesor, po atë janë konë edhe familje dëtare, edhe familje, edhe shumë i përgaditun, atër u konë i shkollë vjetër tash në kohë, në Trestenik. Unë e mullë një guri aty të kënune, a im kish pa mëj. Visa u kanë orë në dhonë sem në Trestenik. Po vjenë ofër, po më pyte i kohë i tregova që të gjithë, a 5 sotit të të mësë, ati ki me morë pjesë. U bëjshin atër, këto farë, e në shkollë që i bëjshin ato organizimet, ditën e shkollë, se pionerit e në konë atë kohë. Ndryshe ka qenë atër. E tani a kom një qështu, ne për livadhe, ne për ma vonë dikur, si të Hasani, mas jemi shku në shkollë të mesme, po kush ne i kalon një vegle, ato është interesant me tërgu. Jemi konë një stokë në shkollë të mesme. E avdiaj, i komunistë i stogur që tu, ne jemi konë të banu në lukë shkive, i kanë thonë atërë, edhe ta është alo, po ta s'ka mo, shqyqyr që s'ka. Vëllavi tisë po më kujtojt në emni tash, është në Norvegji. Ata ne i kanë lonë veglat. Se në nuk im ditë mjëra vegla, ja kemi nisë ka pak të mësu, e peja tyt, ta nisë ja kemi da mo në fakultet e derisat. Ashtu si që jam mbledhur sot, a jem ban mend gjatë gjithë jetës së tij, sidomos fëmirin. Në një ambient të tillë, 74 vjeçari kujton mjaft mirë momentin kur babai mori vesh se ata kanë filluar të këndonin. Te na o konë për para plest, se na me tërgu drejt, ma shumë kemi pas mosafir, për çdo natë se sa mosh kujt shtëpisë. Një rast du me të tërgu se shumë interesant kjo. Babgjyshi, Kadriqeta,
o konë gëlljetok 12 vjetë, tani 8 i ka mojt, kër ardhë unë e më konë i vogël, e më qitë ke del babë se ke të qërpisht. Të qërpisht të metë në atë kohë si i mareshin qërpisht për me mërë shvija. E aty u konë rukryq. Në prami mos o metë kush, se atë nuk ka pas qarkullim si kur sëd. E bere më në shpi, ndodë bere. Po du më thonë që ne jemi rritë gjithmonë me mosafirë. Gjithmonë me dajit dhëvët. E në atë kohë, babgjyshe të ike, kush është shku mazagarve, a dim në gjyti, e kush ka kënu, kur shpisë bon. Qashtu konë, se di se atër, se barej mukën, dash me ditë, barej muka bashën, nëse kënë dëgju për ta, bashkë daj e kemi pas. Nuk ka pas këngëtar ma të fort, hiq ma të zotin. E se ne imi një pat ka bashkëve. E do më thonë, nuk në kanë thonë hapsirë, besa edhe s'kemi guxu, në prezent tyne mu reklamuna që bëktoj me ndajnë e këndene, se u konë rëzikatërat e s'ka pas jo, s'ka pas muj, s'ka pas du, veç po, jo si kur sëd. U konë disciplinë, po shumë e mirë u konë e disciplinë si kur sëd, qka ka bot me pedim. E kemi pas shumë probleme, e një du më të thonë që ason i harraj. Kër imi konë në Luk, e imi shku me marë nusen e në Ljubeniq. Kër e krym në kongën e Flamonit, nuk po du tash, po kom që me konë më des mu lavdu, po bo shumë e madha e punë, e u që unë i plak të ka e tjeni bradjem, se na me të vërtet, i thëshim Prishtinë, se diku i thëshim të lapit, se na qaldishin të shpia, ose u të thëshim që na olin kajt për shkollë, aty është konë të zak të babës. Thanë kofshi, tha ju qetaj, jeni dem të jashar qeta, po qëfar tha Prishtine, andajnë aknejnë, po jeni trubuhopcit. Që aty na dul rana për ledin. E qka është interesant tash, ku shkum në të shpia, u të të mësi, i kem la durt, ishin të rritur më shumë, ishin në fakultet, po atër s'ka pas, në thiri babgjyshi, në gjenet e shala. Qyra tha bërbat se ko morë vesh, ishe konë qëtu. Sot dhe të mas, nëse dikush tha, vesh një fjallë, ja thot, me muke një punë. Vesh tha du mja ulonë tri porësi. Një, rakin mos me pi. 2, mos me rajt kënd njëtja parë ma shumë, jo është kujtor komune, është më përshprejen edhe nëse është i vuafën shumë, apo farohu me hiq, që ati që ti thush që ati mi shku. Edhe 3, vetëm fjallë të mira që ka nëjni, mi shtin gjep, mi rujt, se ato që ka qenë të mira, aty me përfundu. E ty falendru babgjyshit, na jemi orë deri sot pa u korit. Kur një tonë raki pis kemi. Qysh jemi jemi dalë. Kur morën për krajen e familjes së dyert të tyre u hapen dhe vëllëzrit Qetaj filluan të kërkoheshin anë kënd Kosovës. Ndonë se ishin me prejardhje nga fshati i Sneq dhe me vendjetes në fshatin e Trubohëtës të Istogut, për shkak të rrethanave të kohës ata shumë rrallë patën mundësi të tregonin rënjet të tyre. Unë e maj një farshënimin fletore, por nuk i kam të sakt atash, për shkak se gjatë luftës u dozhen. Do të thotë komplet arhivat ato, për arsye se për me shku në dasëm, do të thotë atëherë ka qenë përpara, nuk ishë nevojë, do të thotë që të majnë mendat shumë, për arsye se thyshin shumë afër. Ndërsa tani thrasin 2 vjet ose 3 vjet përpara thrasin për me shku në dasëm. Do më thonë që ka ndryshu. E nuk mundë me majtë për arsye se çdo gjë e humbi edhe lufta e fundit, do të thotë materiale dhe nuk mundëm. Mirë po, mu më kujtohet si studenta, do të thotë darsmja e parë ka qenë në një fshat Mazgit, që më ka metë ashtë në kujtes, a i ka dhe me qindra dasma, që kemi shku në pjesën e Pudujevës, edhe në pjesën e Frizajt e Sareks, por zdi a do të muna, do të mbajnë në men,
por kjo ishte dasma e parë e cila më ka lënë një përshtypje të jashtëzakonshme që mos të harrohet. Edhe kështu që pasaj kemi vazhdu edhe matutje. Që kështu thonë në Dugaxhin kemi dalë shumë vonë vitet 80 kemi dalë, kur për herë të parë në kanë ftuar në fshatin Luk, që është vendi i këngëtarëve, që kishim Dervishaqin, do thot i cili është legjend atëherë, edhe Demush Neziri, cilët kanë qenë të adnem që kanë këndu së bashku gjithmonë, kem qenë kur është martuar djali i Demush Nezirit. E çka është karakteristik për këte, do thot edhe për dëgjuesit, është interesant se kushdo që na pytke në dasëm, thëshin prej kahi jeni, se s'na njefke kurkush. Ne nuk e tregojshim të vërtetën, për hirë që mos e din familja, por ne i thëshim jemi të Prishtinës. Dasmat e para 76 vjeçari i kujton me shumë nostalgji e sidomos kur hyn krah rapsodeve MMZ të asaj kohe. Edhe kështu që atëherë e dini, se si kanë qenë edhe dasmat, do të bashin dasmat, unë nisi në shtunën në brambje, pastaj diellën të ditën, kur e merrshim nusën zakonisht ktheheshim, e kemi pas pak një farlloj pushimi, pastaj vazhdonte edhe në diellën, por ne e kemi mërri kur dasmat tona kanë zgjatë deri në të hanën nga ora 1 ose 2 kur u thy kulaçi i nusës. Atëherë përfundonte edhe dasma. Dhe ku kështu fol për dasmën e parë, do thotë në Luk, është interesant që kur shku me marrë nusën, aty erdhen dikur për hir të Dervishaqs, erdhen edhe këngëtarët më të njohur të Kosovës, vetëm nusën me marrë. I pari që ka ardhur, në u ka bashkangjitë në dasëm, ka qenë Marash Krasniqi e Mont Sokoli. Pastaj, para se të nisemi, ka ardhur Bajrshdoda, do thot me Zunën Gashin, e me Kadrimonin, e komplet ajo orkestra tyne, do thot 5 vetë që ishin ata, dhe jemi shku me ma nusën. Më thonë të drejtën, kur erë Bajrushi, unë insistova që mos shkojmë të marim nusën në fare. A dhe thash, i paskem këta, na po presim këtu. Po interesant, nuk le unë kurse si. E për të na ndëruar që nuk do t'ja varroj kur, na ullën te flamuri. Dhe thot, flamurin e kishim për para, kerri i parë, unë e Xhemali ishim ullën brava. Tash kur shkumin Lëvinis me ma nusës, që është tradit, në përtin një kull. Në një odë atje, barëm nuk i kishte as shiklat, dhe pritja ishte e madhe, edhe dasma ishte e madhe plot. Hajde tash kush mja nis kongës, këtu është problemi. Po, si që ka zakon Dugaxhini, gjithmonë kemi ditë të respektojmë, edhe është interesant se në odat tona ka qenë respekti të ju falendruar, do thot plezhve tonë që në lanë në trashëgimi brez pas brezi. Dhe që edhe atëherë, edhe sot mbat shefi, që të parit që e dhanë për të kënduar kongën, ishte Marash Krasniqi. Marash e moni, e filluan ata, dhe pastaj, më kujtohet, e ka marrë çdo që tjetër veç një, këngëtarë të jashtëzakonshëm. Pastaj ka fillu Bajrushi, e më kujtohet atër si i ri, do thot e ka marrë kongën tokën tonë herike, po sa kishte shkruar atë kongë, Bajrushi, dhe kishte kënu për herë të parë, dhe ka marrë Zhuj Selmanin. Më thonë të drejten, asë nuk kom dëshirë me nikon për këngëtarëve të kënu Zhuj Selmanin për i ati rasti që kom një Bajrushit. Thusha po qa ato da, që ka pa bëhat muri. Edhe e ka krye dhaj, edhe është qu Marashi.
thirr nemen atje, se zakonisht pricat rrishin e në kam të dera. Edhe pi thot nemen, Marashi po thot i kemi edhe do djem të ri. Edhe ju drejtua i plaku i për thot, o Marash Kasniqi, jo dhe i parë, po tha edhe 10 parë më konë këtu, tha nuk del kush për ju dhe tha pa kënu. Mirë. Në atë kohë ishte vetëm e dëgjuar, po s'kishte pas rast masa që më të pa. E këndojshim kongën e Flamurit, me të cilën kongë ne edhe kemi dalë para popullit dhe para mase. Me vetëm 2 këngë u bën të njohur, duke u pritur jashtëzakonisht mirë në mesin e popullit. Vëllezërit Qetaj numërojnë një numër të madh këngësh, ku pjesa dërmuese janë të shkruara prej tyre. Ne kemi dalë shumë shpejt, me 2 këngë do të thotë ka qenë kënga e Flamurit, e Qerrilazit. Edhe kur ja kemi nisna, më thonë të drejten, ajo shumë keqa di, po masa me aplauze me ato, do thot aty pastaj e kemi vazhdu kongën edhe në Dugazin këndaj. Për arsye se dulen të zak dhe babës atje, kur dulem atje të na përqaf ata atye, kur po thojmë se atë këtu e tjeni ju, thash po vëllai edhe na jemi tisnisit gjithmonë, kem thonë di pse, se ne jemi shku ka Macedonia, do të thotë ka Frizaj, nga Svarika, nga Gjilani, do të thotë po di, edhe si studenta po foli, ai kush e një këtë Trubovcin. Kur kush mas pari do shkëm e thonë gjenezën, thëshim, ne jemi tisnicit, si thëshim, jemi tisnicit, atëra thëshim, jemi, për shkak se edhe disa fshata thëshim jenë kriju prej isnicit, adi, ka qenë një krenari. Dhe prej atyhit pastaj, ka pas kërkesa të jashtëzakonshëm edhe për Dugazinin. Këngët e dëshmorëve, 80% janë tonët. Për shembull, po tregoj veç një që e kanë marrë tonë, për shembull, po edhe po i ndryshojnë nga pak. Konga e parë që këto të shpisë të rritnera, është e jona, kur të kush para neve, kush para neve kënu se ka. Tani kongën e Flamurit e kanë kënu tonë, e kanë kënu, po masi e kemi kënu na, e kanë kënu tonë si na. Konga që Qerrilazit është që sa se përmend një asoni, sa kanë kënu, shumë këngëtarë. Po, ne kemi kënu ma ndryshe, i kemi dhonë fuqi, e për ata kemi shumë kongë që i kënojmë 2 vjetra, që i kemi dhonë fuqi, se një kongë e gjatë, nuk u zënë më kënu një melodi, si mas mehet është, se bëhet bajat. E ki po me hongër të spishte, me hongër shumë as më rohë mi ta lypi s'pes të rëshi. Kjo është realitet, dhe më thonë, çdo gjë nuk duhet me tepru, se çdo gjë e gatë vesh i lodhet. Për që ta kongë tona jenë kongë dinamike, se i kemi bo kongë e gjatë, u kënu 2-3 melodi. S'ka pas shumë sa ju më bo bajat. E kemi kongë shumë për dëshmore. Se zëri i tyre do të kërkohet kaq shumë në odat shqiptare kurse menduan, sepse ishin pesimistë për vendimin e marrë. Që në nisjen, më thonë të drejten, ne nuk kemi mendu fare që të të arrim atë popularitet. Do të thotë nga masa. Por ne kemi nisë këtu mënyrë, do të thotë spontane, të këndu, por ka qenë pëlqimi i jashtëzakonshëm nga ana e popullit. Dhe kur i ki adhurust, atëherë është edhe kanga shkon ma lehtë. Për arsye se din ti përkon po kënon. Është kënaqësi. E di unë nga diaspora, kur veshin me thirrë dasëm, thë ke veç elshoj kasetën atje, thë ke sa ma shpejt që shkon hiu, thë ke të kënu ato Qerrilazin, thë ke aq ma shumë shkoj të jep gaz, dhe thotë makinës. Çka do thotë me këte? Për arsye se njerëzit do të i kanë dëgju edhe të ka shty që të merresh me to, se asnjëherë nuk kemi menduar që do të jemi këta që jemi sot. Qerrilazi është ndër këngët që vazhdon akoma të jetë dëgjuar dhe Hasani kujton si student që shkruan e krijuan melodinë e saj. Kjo ka fillu kur ne kemi qenë si studenta në Prishtinë, më kujtohet sikur sot,
ishim me Gjemalin, me këtë vëllan të ushtru, ishte edhe i harmonikashe, dhe tash ai në Gjermani atje, dhe e përvum se nuk o këngë jona, po na disa kemi arrit, duke i kënduar që t'i bëjmë këngë tona. Pse këngë tona? Për arsye se ne jemi dallu prej gjithë këngëtarëve tjerë. Nuk e kemi emitu dikon tjetër, por kemi qenë vetvetja. Ajo e ka bërë që ne në skenë të dalim shumë shpejt. Dhe e kemi njës bashku të kënu, po thot Gjemali, jo thot qërë. Nëse ati për para, pastaj unë mbrapa, fjallën teme. Edhe interesant, aty për aty e kemi zbulu edhe melodin, po edhe për cilën pastaj, dhe atë e kemi kënu çdo vend, do thot ku kemi shku, dhe ka qenë një prej këngëve ma, do thot, e dalluar në atë kohë, të cilën e kanë dëgjuar me ëndje popullin, ne e dim edhe në çfarë situatash kemi qenë. Dhe të gjithmonë kemi qenë të përndjekur të ata të cilët u munduan që të na humbin edhe gjuhën, edhe traditën, edhe kulturën, edhe artin, edhe muzikën, e vetëm që të shkohet të kombëtarizimi, por tu ju falenderu dhe këngëtarëve të parë që kanë një mërit të jashtëzakonshëm, këngëtarë të hershme, të cilët ne i kemi ndëgjuar me ëndje, dhe ato këngë do thot jenë mishnu me shpirtin, me zemrën tonë, dhe kështu që nuk o kanë as vështirë pastaj të vazhdojmë. E është karakteristikë që ne këndimi jonë ka qenë pothuajse komplet me muzikë, me këndim ka qenë që ka dallu pi këngëtarëve tjerë. Të gjithi donin një jashtëzakonisht si rapsod, por rrallishin ata që guxonin ta pranonin hapur këtë. Unë i bi pak ma trup, po jo ma i qartë. Unë e di që kom hek veti. Po ku mos me se këtë që gjithmonë kësh më të si Marashi, ja si Augustini të ashli, më të ndojmë se veti që kom pas probleme to. Edhe o konë problem, se na imi konë si familje iridentista. Nuk na kanë deshë. Dash bindu, dash mos u bind. S'ka guxu kusht komunit i Stogut, se duka gjini jo të të rëgjohë që të i ka thonë, komunit i Stogut me namon deri mas lufte. Se kër e kem varros babgjyshin, e kem varros me vesh komtare, në zonësat, me flamon, në tëllet e ma vonë duket, ma vonë asan. Që aty diçka, edhe s'di sa janë shku në burg. Me ka pas dhejtër që i kanë lërgu për i pune. E o konë problem, jemi edhe s'ka guxu kush, për i komunit Stogut, besëvarë, s'ka guxu kush marrë me patë na. Po njerëzit të genollë. Edhe më thonë, nuk na kanë marrë, jo që s'kanë pas qef, po nuk kanë guxu. Për i qimeti, për shteti. E mas luftë, tani, imi konë gjithka. Edhe në rrethim të Stogut, po thëmë. E mas shumë të ne imi shku, ka hasja në i ka kofini, në rekt të keqe, e jemi shku në podujeve, qaj përmeni jasonit gjitha, si studenta. Në gjirin familjare kem pas edhe dashorin, unë e di që kur lëshu babgjyshi për i burgi, i më konë shumë i vogël, unë dhe gjoj ke Radio Kuksi. Se për ju të ju duken që du, për shumë, ta ne në vërteta, delë të i kënë ljomë, se ne kem pas oden e madhe, edhe shpinë e madhe, im konë shumë shpi e madhe, im i konë, bab dhe i sa të kryet lajmet e Kuksit, mos po vjen kush. Din qa që konë rëzik në atë kohë, qa që konë rëzik. E në tonë gjithmonë o folë rreth atë dashuris, rreth njerëzit më që i kanë dhënë jetën për atë dhe gjithmonë në fol, gjithë që ka pas, për tana unëve ka pas njerëz mosafirë. Unë tash pare, ma herët. Shpesher kemi pas ma shumë mosafirë, se sa më shkujtë shpis. Në të burra. Përparësia më e madhe ishte bashkëpunimi dhe mbështetja ndaj njëri tjetrit. Ata janë gjithmonë falëndërues për këtë, pasi arritën të mbjetojnë në muzikën folklorike dhe të përballen me çdo sfidë në momente që rrezikonin edhe të ardhmen e tyre. Tash po. Tash o probleme, ta hek njënin dorë, njënin kre, njënin dorë,
o shumë probleme mi kry punët. Nuk kryen punët si me dyjet, si me një dorë. Së është një varkongë, së e njonin kra ma kjesy. E na pa njën i tjetrin, nuk kishë mujt me më rri ku e misat. Unë e sa hi, prima shumë në konga, din. Mirë, po kur është pyetje, më ngritë në tonaliteti, Hasan i bon ato. Se unë i boj, po nuk më i bo si ky. Rafshit, ky nuk më dhe mi bo si unë. E kështu që jemi bo, Zoti ka desht, e kemi arrit deri këtu, për mos me pas probleme edhe mos më lodh shumë. Mos më lodh shumë. Xhamali ka qenë gjithë shka. Si fillim, me thonë të drejtë mu për veti, mu më ka pëlqy Marashkasniqi. Edhe këm pas që me kënu si kuraj. Po ky është i veçantë, edhe atëherë, edhe sot. Jo që se është keq me folë për vetën ose për vllaun, por vlerësimet i jepin të tjerët. Do thotë që rastin e këtij është vështirë me gjetë, do thotë se si e përdor në për nota zonën. Kondo që të pyetësh për kombëtarëve, do thotë e jep njëjtin vlerësim si këtu edhe si Shqipëri. Është shumë interesant. Tana që është edhe më rëndësi me përmend për ne, është interesant se për herë të parë, nga gjithë folklori, në qoftë në Kosovë, në qoftë në Shqipëri, jemi të partë të cilët i kemi fut edhe njerëzit e pendës në Kongë. Do thotë, këto e kemi Kongën për Migjenin, Kongën për Lojz Gorakuqin, Kongën për Fanolin, Kongën do thotë për Hasan Prishtinën, Kongën për vllazërit Frashëri, si për Abdylin, si për Naimin. Dhe më thonë, pastaj kanë fillu si në Shqipëri edhe në Kosovë që të këndohet. Bara më kujtohet njëherë, jeshim një dasëm në Klin, edhe e kënu më Kongën e Lojz Gorakuqit, një plak, po thot atje në balë të gjakut, thot kush është Moraj. A di kështë na hopt kohën, po ishte situatë vështirë, ndërlin ngjarje demonstratat, dhe pas një kohë naftun po në fshatë ndasëm, e problematik është e qenë ndrimi e emrit, për shkak se gjimnazi Lojz Gorakuqi në Klin e kishte emrin e Luizit. Dhe atë regjimi atërshëm tentun t'ja ndrojnë emrin. Ka beso ku jëm hi e nodë, veç kur o qu. E unë i pa ta thonë atërë. Ty po do këtë qka është, por thash ne, për pos njerëzit e pushkës edhe të qarkut, i kemi edhe njerëzit e pendës, të cilët shkojnë krah njëri tjetrit. Për arsye se ata i bojnë edhe themelet e shtetit tashëm të pavarësisë së Shqipërisë. Kënga e vëllezërve Qetaj vazhdon të jetojë në odat shqiptare, në zemrat e njerëzve dhe në kujtesën kolektive të një populli që e vlerëson traditën.